Po? Ja, nuk ka mundësi. Po qka jënë bo edhe ata haram, kjo haram aja, ato, se në dhëtë më shqit. A i gari jeni të bo jo? A, në gjeni dikën tjetër blers. Një të s'ka rëndësi. Edhe mësë më të në për këse problemet tjeshta, kur më në mi zidh vetë. Hajde tëngë. Haram kjo, haram ajo, të berjën fije këtyne e kështë nejna musliman. Alo. Mirë, faleminderit. Po urna. Po. Ja, për një me keni gjithë se ta i gare me bo me mua qka? Qysh më në vish 2 paleta? A nja, problemi jemi është kjo qka? Ato punë ju do të vizit vetë, jo më më thirë mu. I zilë një punë të ka dalë atë, që s'bojnë ata, shkane blini tjetër konë, shkane kyry një punë të juve mëre vetë, pëse po më lodhe mu me kësi sene. Po. Hajde, kale mirë. Thirën persane pa lidhe që i kryjnë vetë. Hajde! Hajde, Arben, hollë. Një floka? Po, urna. Hollë. Urna, Arben. Zënja Floka, a keni ku mi në shkru dokumentat? Projektive që unë i kryj punë tjera, vetëm mi në shkru. Po, Arben, mas gjysore, hajde mere, janë gati. Në Se i rregull, kam edhe do sene tjera që... mas të të në shkruan, unë veç e... Okej, tiri për mes telefonit edhe vjeni merë. Në rregull, përndet shumë. Hajde, kale mirë. Përsh mirë. Mos ma le djerën qelë zyres, më shale. Në rregull. Po, Arben, po, të punt, ka laj kryhen, të në nëshkrime. Qa mi jo vo që aty nëse, që dojnë me na e nalë punën. Që aty në qa mi jo vo se kjo. Shumë e thjeshtë. Vajzë për jetë. Pse le mu më shku? Po qika janë bre, edhe ajo ka nevoj me shku, ka njerë të dajt. Vjen ajo besoj, ajo gjithë nuk rrinë, po se veç këto s'munët me nejtë, shkon atje, kthejet, rrinë pak, vjen, shkon apet, qështë të që me po? Dhe si shumë knaqë bashkë të nejtë. Pa i, po bre shumë knaqë edhe mirë po fri, po, pa në pëse shkuve edhe ti me ta? Jo, në kam shkullë kënë dhe tyre dhe së i lo. A, po, mirë kjo dhe te.
Ane e ke bo detyrat pra. Po i këmbo shumë herët. Ani qashtu vazhdo qika e. Vonu e zgjut, vazhdo shkëllimin. Që kjo është në rëndësit, kjo tjera të bëhet mirë inshallah. Dhe pak, nesër, nëse s'gaboj nesër ose mas nesër vjen mami, hiq më së shqetëso. Ajo veç ta po shkoj të dajt, rëndo të edhe vjen. A ke lexu Kur'an sot? Ju e lash pas akşamit. Po mos akşam, mos po është ban bre. Ma mirë është që tash, mos i po thua dhe s'po më rrihet, lexo, pse jo. A do në se më pi? Me pi, valla, një qaj qëtë ma, edhe ti lexon Kur'an unë e të ngaj. Hajde se ma të stuni edhe ty të lexu Kur'an të shumë që shpo lexon tash. Se që i ka e hoxhës ty, do të më lexu mirë. O bo? Hajde, qëtë ma qohë sa. Sa s'prova t'i ka njeri në botë. Inshallah bëhet mirëse. Ashtu që shfalem telefon më herët, unë jam Gjelati. Me këtë emën nije ma shumë. Po me çka merresh ti kështu? Unë merrem me punë ndryshme, ta drejtën, po edhe ju ndihmoj njerëzve. Ju gjaj pare kur ka nevojë ata mas një kohë mi kthejnë paret kur kanë nevojë përse ju një ndihmoj kështu. Po merrem me fusha tjera, me punë tjera që tash për tash nuk mund t'i tregoj. Vjen koha kismet edhe i shfaqen gjithat. E ju, flaka me çka merrni? Unë kryesisht jam e fokusuar te ndërtimi. Kam një kompani ndërtimesh. I kam aty dikon 170 punëtor. Bash mirë. Mirëna edhe me punë sekondare tjera, po jam e fokusuar kryesisht te ndërtimi. Atëherë shumë mirë. Edhe mu vjen mirë se unë merra me këtë fushë. Dhe mund të bashkëpunojmë. E kam edhe zyrën e shitjes, dhe ato mund të kontaktojmë dhe ta zhvillojmë biznesin tonë së bashku. E pasëm një pikë të përbashkët. Jam e hapur për bashkëpunim. U gëzova shumë. Besoj që në vazhdim kena me pas edhe biseda tjera edhe bashkëpunime tjera. Sigurisht, me qef. Unë kam dëshirë diçka tjetër në mënyrë të rregullt, Ashtu edhe. transparente, me dokumenta, në mënyrë ligjore. Po edhe unë kam atë mendim. Çdo punë do të jetë sa më transparente. Po. Besoj që bashkëpunimi jon do të jetë i fritshëm dhe i dobishëm. Edhe unë ashtu shpresoj. Flaka, Po. po si merresh me ndërtim? A merresh me ndonjë biznes tjetër? Sigurisht se përmenda qysh në fillim se merrna edhe me disa punë sekondare. A bën ta di se Disa çfarë? firma tekstilit, kështu Shumë mirë. shumë gjëra tjera. Edhe ato mund të bashkëpunojmë. Ato mund të kemi marrëveshje dhe të bashkëpunojmë ato. Vetëm se ekziston edhe një problem se Po? për me fitu pak besimin tënd, kam qef me pa një dokument të tonin, Po nëse kish pas mundësi. banë në zyre, pse këtu? Thjesht sa për kuriozitet. Po mëre. Po që, është për siguri. Gjelatit ja, Po, me ta drejtën, me këtë emër më njohin ma shumë qytet. se këto emër tjetër për atë. Po, me këtë emër zakonisht shoqëria dhe ky rreth më njohin mu. Edhe me këtë emër e zhvilloj biznesin tim, punët e mia.
Pse pa ndonjë problem? Jo, thjesht kam qef me pas njerëz të besueshëm, edhe Ashtu të sinqerta për vete. Besimi është mbi gjitha. Po, ditë me pan kam punë. I vërtet është ai në drejtim që pave. Sa këta në Gjithë kemi gjelat, ka një nofk. po ashtu është. Me njëjë më shumë me këtë ëmbër. Besoj që nuk ka problem. Aso nuk besoj se do të ketë ndonjë problem. Vetë kam qef gjanat mu të cekë në fillim. Shpresoj që tash e tutje do të kemi sukses në marrëveshjet tona në vazhdim. Besoj që po. Do të kemi Edhe unë sukses ashtu bashkë. besoj. Po. Për të mira. Veç për të mira, besoj edhe biznesi jonë do të jetë shumë i suksesshëm. S'kam dyshim. Sa më rol për qyrë qaj. Po nëjse, aje ka punën e vetë, unë e temë. S'ka të bëj me mu kur qanë së besaj. Kë po m'duket si këta të xhamis. Këta rrinë qetë, edhe kanë sabër, edhe nëse i ofendon, edhe i thu çka të dush këtyne, këta apet bojnë durim. E kjo po m'pengon mas shumë të mu. Arsyeja pse unë i urrej këta shumë, është se flasin kundër bizniset tona që na i bojnë. Ja thojnë haram është alkoholi, haram mishët të ndryshëm, ja ajo s'ban, ja kjo do të kështu, kjo mu më pengon shumë. Hej, ju gjithmonë jeni kështu ka qeta, a di që kam pëlqen të ju? Durimi. Sepse jeni padamshëm për të tjerët. Edhe ju falni shumë, apo? E kur ju largojnë nga puna, çka bani ju? Kush ju fal juve? A di çka? I kom dëgju dhe fjale për qytet këtu, kogja i ki përzi, ki përthil me njerës tjerë. Mos e penga biznisin tim. A ndëgjën? Fejnë majnë për veti. Ju falni, po na nuk falëm. Qka na del para, na e fshim krejt. Me ty shih me apet. Unë nuk luftoj për vetën tem, a as për pasuni. Unë flas për hatër të Zotit në lidhje me fenë islame. Dhe nuk i friksohem as kujt përveç Allahut. Me ty shihmi prapa apet.
A Kur'an po lexona? Po bravo çike. Bravo të kuft. Veç Kur'ani lexohet me zon kështu, qysh pa zon? Po bravo, po. Një mësu qështët. A çto po lexona? Po, se po m'pëlqen gjëra peng. Ani mirë shumë, ani. A përfundove, bravo. Po, gote kam. Shumë mirë. Gati kemi përfundu krejta? Po. Aj, mashallah. Bravo, bret, bravo të kuft. Qashtu që kam mëso përvej sa të munësh. Do të me mësu më po edhe fetare e mirë, edhe në shkollë me mësu, edhe për fej, edhe për çështjet e dunjas, pse ja vlen shumë. Sa të mësosh ma shumë, qas ma shumë vlen si njeri. Të lumt. Bob, a zërë me mojtë fejnë që e kima? Kjo është pyetje shumë pyetje me ven ke bo. Këtë fej është shumë zërë me majt për ata që janë të luhatshëm. Për besimtarët, për neve besimtarëve, nuk ka më mirë se sa me majt këtë fej. Mrena kësaj fej, në këtë fej, dikush e filloj, po disa u ladhen, disa u dorëzun, disa u shiten. Po na mjafton Zoti dhe na do të me qëndru të fort. Të paluhatshëm këm gulës në këtë fej. Kështu që e falenderojmë Zotin që na ka bë të përmbajtur edhe të paluhatshëm këtë fej. Kjo fej është shumë e mirë, duket fillimisht pak e zërshme, po në fakt njeriu t'ja lehtëson çështjet e dunjas shumë. E ata që se dojnë fenë islame? Ata që se dojnë fenë islame, edhe ata janë në dorë të Zotit, po nuk e besojnë Zotin çysh dohet. Prandaj nuk i tutën Allahut. Dhe mendojnë se kjo botë është në dorën e tyne. Kështu që na nuk i friksohëm, na jemi besimtar, na i friksohëm vetëm Allahut. Po mos u shqetëso ti. Neve na takon me mësu për fe, na takon me kon besimtar që ka thënë Allahu Azza wa Jall. Unë po du me mësu ma shumë për fejnë. Po breqika jam ti kemi mësu për fe shumë që unë edhe unë ti spjegoj këtu se ne edhe këtu jemi, çdo pyetje, gjithçka që ki unë të ndihmoj. Lexo ti Kur'an mëso edhe S'pas ka orë gjelati. Normali la mu ta kushto. Ashtë të thirëm një herë. Nuk pas ke orë të takimi? Ku je? Okej, jam të flitë qëto. Hajde. Mirë ka hecë. Apet pak po më doken. Hajtë tash me gjelatin kismet. Besoj që ka me hecë hala ma mirë. U vënu edhe qaj, sert mo. Po, Loka? Ke orda? Mujse.
Pushim. Më falë që vanova pak për takim. S'ka problem. Unë besa të prita se keme konë këtu. Qysh kalove? Rrugës? Mirë kalova. Tira me të falenderu. Pse më falenderu flaka, s'ka nevojë. Qëre, puna ka hec mirë. S'moj mu anku që ka hec keq. Biznisi që bisedu ma herët. Puna në përgjithësi, puna jam ka hec shumë mirë. Shumë bukur, E shumë mirë. qëta është bashkëpunimi me ty, e kishe pas kamën e hajrit, Apo, a? ka hec. Po tasha ditë, se kam në shku puna mirë. Shpresoj që këtë fund kanë me hec shto mirë, po e kemi edhe një problem të vogël. Pse, që ka ndodhë? Do Po, fjallë diçka? diçka, jam të na e pengu dhe shqitjen pak. A ty, a? Sa dhe të tja? Po, dhe në kam asi problemi. Po, mas i merë shumë, mas i avë ishin shumë. Jo, zakonisht këta muslimant, jo haram, jo mos e merë, jo kështu. Pak po paraqisin në vështirësi, mirë po nuk është se janë të e stagnu krejt punën. Flaka, Procesin. mas i merë seriozisht këtë kërcënim. Se edhe mu çdo herë kam kësi fjallësh. Bini para dë ditë edhe po ta fjallë me një kogja i thët vete besimtarë këtu në qytet. Po jo po punën me fajde, jo po punën punë haram, edhe unë më tha kështu. Po, unë ja të rejka vrejtin, thash, ti e këshyri punë tua, e mos u përzim biznes tonë. Ndodhë që e për nga biznisin, na të fshin atë jekum. Është mirë edhe në mja tërhek vrejtjen, po se din kujna mja tërhek vrejtjen, janë shumë. Si dhe qoftë na biznisin tonë dhe të vazhdojmë së bashku. Nuk dhe të ndalim punën tonë. Po kismet. Çdo herë ka kërcënime, po na nuk merrem me këtë fjalë. Ata e kanë punën e vet, na punën tonë. Fundi Qështë fundit edhe, na e kemi njerëz tonë që edhe i rahatojnë këta në fund. Mos u merrti me të lash. E Flaka. qështu, Si po shkojmë këtë puna, ndërtim. puna mirë po shkojnë, kë veç ka përfundu nej. Po. Po. Kë tjetri është në përfundim e sipër, po pak edhe shkaku i motit. E kena lon pak. I kam edhe do projekte tjera, po me rëndësi është me hecë mirë puna. Shumë mirë. Besoj që këtë këtu shpejt kena misit. I kam unë njerëz. Alo pa ndërtu mirë këtë, pa rregullu i shesën. Edhe një 3 projekte i kam, Po? janë me plan me krejt. Po, hajde një merë. Oke, bisedojnë ama. Mirë, e kise pak ftoft Që jashtë. ftoft jashtë. Po. Sa po ta merr maja që kryet kjo krejt? Për një muj e gjys, kryet edhe është gati për banim kjo. YouTube! Okej. Merri shtu. Pa vlezoj. Ajde, përshëndetje. Jam Flaka. Po. Ne me ekipin tonë ishim pak ma herët, tu i pak të doj me bu një investim, lagjën e ju, mi thonë pak gjallërik, pak dignitet lagjës. Po ndjen mirë. Mirë po, ka njerës që nuk janë të edasht edhe fort këtë zhvillim këto, këtë investim, nuk janë të e mirë pritë edhe bashkë. E mira gjithmonë ka rezistencë. E vërtet që ka rezistencë, po ka njerëz pak të vrasht, nuk janë gjithë të butë. Ka po. njerëz që janë edhe të rrezikshëm. Po e vërtet, po qetësia edhe këto sanet që ka na i kem është vinë prej drejtësisë dhe jo prej frikës. Neve na mjafton Zoti edhe nuk ka nevojë pse shqetësohemi se dikush don me të pengun punë ose diçka. Po më vjen mirë për këtë qëndrim tonin. Deshta edhe një gjatë fundit, mos marr më shumë kohë. Po, no. Deshta një kontribut, pra me kontribu për besimtarët, për fejnë muslimanë. Jo me kontribu. Po. Po, për me kontribu ose kushdo që është i interesuar me ndihmu, është veni atje ku A nuk mojën ty me t'i dhonë? Jo, në fakt do të më shku në xhamin kryesore, atje ta shpjegojnë më mirë se çka edhe çysh dohet, edhe besoj të ndihmojnë në këtë drejtim. Kështu që Zoti i don ata që bojnë mirë ose ndihmojnë në punë të mira. Faleminderit, më fal se të mu dha kohë. Jo, s'ka problem. Ne gjithsesi do të shijem prapë se çysh kallzova doj me bo në investim këto. Okej, ne do të shijem përsëri se unë do të jem këto me ekipën tem.
Në rregull. Për punime e shihem përsëri, pastaj flasim. Në rregull. Gjithsesi për Faleminderit. Kalofshi. Hajde, faleminderit, kalofsh mirë. Gjen rejane atë që. Qa do është të kjesë, në këtë flakën bre. Mos ke flaka diçka, po më ropa shpinës temë. Hajtë që të zbulej. Ju ka të dyve. S'kom besu që flaka më bërë. Po kjo pjesë ka shumë e mirë për ndërtim, more. Pas ka hapësirë të madhe këto. Ko ka mirë mi thirë flakën e mi a propozu për ndërtim këto. Po mërë për thirë për herë për i tregoj për këtë vend. Këto dhe ka në shitje këto shpia, këtu. Për marëm këtë pjesë dhe për ndërtojmë ndërtimet larta. Alo flak, qysh ka lodhe, alo dhe. Kështu, jam të një vend këtu një hapësirë ko gjë përshtatshme për ndërtim. Dhe isha me tregu e dalëm bashk e shikojmë këtë vend. U bo, hajde ndëgjomi, hajde tonë. Këtu mund me dalë një ndërtim shumë i mirë. Edhe tu ka përshtatshme, o bo mirë që ja propozova flakës. E bashkëpunimi jo në do tjetë i suksesshëm. Do të bëhet një ndërtim shumë i mirë këtu. Edhe do të kemë sukses në shitjen e banesa. Kështu që do të bëjmë ma shumë parë, ma shumë qarkullim të biznisit tonë. Ati i sufit, me ta ka mu me rapet. Se ka gjë dhe njerëz mi ka shti kështu me pengu punën temë. Je po merresh me haram, je po merresh me kamata, po i kallëzoj ati. Je haram ke punë, je haram ke punë. Ka me pa i sufi kush është gjelati, po ka me fshi krejt pitoke. Nuk e dishë në i kush është gjelati. Në thënë se ata duan të shuajnë dritën e Allahut me gjuhët e tyre dhe me pasurinë e tyre. Por Allahu do ta plotëson fenë e tij edhe nëse nuk u pëlqen. Në këtë gjuhë ata nuk e kuptojnë, por ne i themi në gjuhën e tyre. Mos luaj me zjarr.